Shpërthimin e ka të zakonshëm në këtë fillim pranvere, por jo dhe format e shtollungës së tymit. Vulkani më i madh aktiv në Evropë që zakonshëm lëshon lavë e tym të madh duke shkaktuar dëme e tërmete. Kësaj radhe ka fryer unaza tymi në qiell duke krijuar pamje fantastike në malin Etna në Sicili të Italisë. Unazat vulkanike janë një fenomen i rrallë që krijohen nga kombinimi i lëshimit të shpejtë të gazit. Bile ato, sipas ekspertëve, nuk i prodhon asnjë vulkan tjetër në tokë në numër kaq të madh, por Etna po thyen rekorde në këtë fushë. Nuk pati raportime për ndalesat e këtyre shtollungave në fshatrat përreth ose në aeroportin e Catanias, i cili shpesh mbyllet në rast të shpërthimeve. Kjo ndodh zakonshëm disa herë në vit, duke hedhur lavë dhe hi mbi ishullin mesdhetar të Sicilisë. Shpërthimi i fundit i tij më i rrezikshëm ishte ai i vitit 2002. Atëherë lava pati shkaktuar shumë dëme duke përfunduar në një luginë, teksa hiri i vulkanit mbërriti në qytetet pranë tij.